Autoritetet kroate kanë bllokuar në kufi një ngarkesë masive me speca që vinin nga Shqipëria. Kjo, pasi analizat laboratorike zbuluan praninë e insekticidit të rrezikshëm, acetamiprid në masën rekord, 0,41 mg për kilogram. Kjo shifër te i kalon me pothuajse 5 herë normën maksimale të lejuar nga Bashkimi Evropian. Acetamiprid është një insekticid i fuqishëm që sulmon sistemin nervor të insekteve, por që tek njerëzit mund të ketë pasoja shkatërruese. Ekspertët e shëndetësisë paralajmëron se konsumi i produkteve me doza të larta shkakton helmime akute, dëmton sistemin nervor qendror, mëlçin dhe veshkat. Dokumentet zyrtare të siguruara ekskluzivisht nga Oranews tregojnë se subjekti eksportues është kompania Rinaldi SHPK, me qendër në Velmish të Roskovecit. Ky biznes mbledh produktet e fermerëve vendas dhe i çon ato drejt Europës, por kësaj here Europa ja u ktheu mbrapsh me vulën e helmit. Pyetje së drejtë për drejtë se çfarë masash administrative ose penale mori AKU ndaj subjekteve që kanë përdorur doza të larta pesticidesh. Ky institucion ju shmang përgjigjes duke mos raportuar masa konkrete si gjoba apo ndjekje penale. Përgjigja tregon se rasti është referuar për këshillim dhe mbikëqyrje të fermerëve. Ndërsa Kroacia mbron konsumatorin me laborator dhe dorë të hekur, institucionet tona i luftojnë pesticidet me seanca këshillimi dhe shkresa burokratike, pikërisht pasi speca toksik kanë mbytur tregun. Burime për Oranews bën me dije se speca të vjel nga të njëjtat parcela kanë hyrë edhe në tregun vendas. Ndërsa Kroacia mori masa urgjente për qytetarët e saj, konsumatorët shqiptar janë të pambrojtur dhe të painformuar rreth produkteve që përfundojnë në tryezat e tyre. Të kontaktuar nga televizioni Oranews, Rinaldi SHPK na ka informuar se sasia totale e specave të grumbulluar për eksport nga fermerët e qarkut, Fier dhe Berat është 14,6 ton. E gjithë kjo sasi është asgjësuar në shtetin kroat.